Kemi nisur drejt për së drejti rezën tonë, mirë se erdhe. Sot në ditën do të flasim, në ditën e ekspertit Këshillon, do të flasim për kancerin e zorës së trash, si shfaqet dhe cilat janë ato shenjat që duhet të na alarmojnë. Statistikat tregojnë që edhe të rinjt janë duke u prekur nga kanceri i zorës së trash, dihet që simptomat nuk shfaqen që në fillim. Shpeshherë janë dhe simptoma të heshtura që ndoshta i ngatrojmë edhe me problematika të tjera shëndetësore, kështu që do të mësojmë diçka më tepër për këtë sëmundje dhe mbi të gjitha se si ta parandalojmë atë. Apo për personat të cilët janë prekur nga kanceri i zorës së trash, si duhet të jetë regjimi i tyre ushqimor, çfarë duhet të shmangin nga dieta dhe çfarë duhet të shtojnë në të. Do të jemi me Altin Jokën, i cili do të na tregojë edhe për shalqinin sot, do të her pas here frutat perimetres tij si përzgjedhim për të mësuar diçka rreth vlerave ushqyese që ato na japin teksa ne i konsumojmë. Këto dy tema do të trajtojmë për ditën e sotme, ndërsa në kuzhinë patjetër që kemi receta të shijshme, shkojmë t'i gatuajmë bashkë. Jemi në kuzhinë, mirëmëngjes, mirë se të gjeta në kuzhinë. Si e kemi sot ditën Albana? Kemi receta në më të pirën e mundshme, e diskuton. Të shpejta, të ngrënshme në çast apo? Tani, të ngrënshme janë dhe për këtë betohem. Nuk betohem në Hipokrat, por betohem për stomak. Iku kjo gjë. E dyta, janë të shpejta janë. Që kanë shije atë e vendosni ju, sepse ju duke u bazuar në gramaturat që unë jap, atëherë thoni nëse është e duhura apo jo. Kjo është që ju të jepni verdiktin tuaj, po si ta kuptojmë verdiktin tuaj, nëse janë apo jo, me një cërë, se që do bëjmë të shti? Po, do t'i presim zonjat sot, kur të dëshirojnë mund të telefonojnë dhe ne jemi të gatshëm t'ju dëgjojmë zërin tuaj dhe të dëgjojmë edhe sugjerimet e ditës. Kam një recetë vërtet të veçantë, sallatën me makarona. Eni që do thonë tash direkt, unë ka dalë që ta the. Po, do ju them, sepse është një sallatë tjetër. Kur hyri një operator brenda më tha, e ke bërë tha këtë recetë? Jo, e thash, nuk e kam bërë. Ua, po si jo me ke bërë tha se sallatë me makarona, sa sallatë e ftohtë. Sallata me makarona. Që makaronat i kam marrë, aty i kam marrë, edhe nuk gënjej sepse shikohet vetë. Që ka marrë ato flutrat i ka marrë, sepse nuk e di, më kujton ato goglat, ato fjongot ku ne vendosim. Sa të kujtoni flutrat në stomak? Tani u plaka unë, ikën dhe flutrat. Flutrat janë gjithë jetën. Tani flutrat e mje në stomak, di për qa janë vetëm për këto, Olimbi, jetë ashtë dogari, vetëm për këto janë flutrat e unë. S'kryojnë asë njërë atërë, s'ke shansë të kryosh. Pra, për këtë sallatë, që them unë është një sallatë tepër e këndshme, nuk është e imja, normalisht e kam gjetur dhe unë në faqet që postojnë, dhe shqyqy që janë dhe faqet, sepse dhe ne pasurojmë edhe ide tona dhe normalisht. Librin e kuzhinës, po, të gjitha, nuk lëm asgjë pa lexuar, pa shfletuar. Pra, ka makarona flutra që unë i kam vendosur të zijen në ujë të nxehtë, vaj dhe pak këskrip. Do thoni ju po vajnë. Po normalisht sepse unë nuk kam tani makarona që t'jenë me salsë dhe më duhet vaj që ato t'jenë të shkëputura. Është materiali shumë i mirë. Jo i copës, por është për bërësit që janë për tek mielli. Mielli është e për... Se do flasëm për mielli? Po flet Lilti për mielli, nuk flasja. Qatë flasë? Uj, vaj, kur gatujem byrekun, do themi për mielli. Tani do flasim për pasta, se kemi pasta tolla. Se janë pasta shumë cilësore dhe javlen që të ndalemi për to, duke patur parasysh vendi ku prodhohen dhe mënyrën se si ato prodhohen, se prodhohen në Venecia, aty ku mjeshtrit italianë kanë ndërtuar një epokë të tërë prej vitesh, prej shekujsh, mënyrën se si përgatiten pastat, për zgjedhja e lëndëve të para dhe padyshim në çdo pastë që do të blini dhe të gatuani, në çdo nga varietetet që kemi këtu, në paketim do të shkruhet trafilatura al bronzo dhe kjo është pika kyçe dhe veçantë që dallon këtë pastë, prerja në pllakat e bronzit, kur bëhet ai brumi, prerja shumë e rëndësishme, shtrije në pllaka bronzit, në mënyrë që ato të qëndrojnë të ashpra dhe salca të përngjitet shumë mirë në strukturën e tyre. Mos qëndrojmë më vete, e të na japin vërtet një shije fantastike. Sot e sjellim salat të ftohtë, në salat paste, sepse është edhe periudha tani që edhe supat e ftohta, edhe salatat e ftohta janë më të lehta për përballuar edhe vapën. I përmendim pak përbërësit tani si të vi kjo sallat, se Albana i ka vendosur për unë t'i marr, do t'i kulloj, do t'i kaloj në tavë,
që të kaloj në pjekje, pa tjetër, prandaj dhe e nisa... Procesi që nga i veçantë. Pra, i kemi zirë fluturatola, janë zirë si pas minutajit të përshkruar në paketim, do t'i shpëlajmë, do t'i vendosim në tavë dhe më pas do t'i pjekim. Përbërësit e tjerë, se si do të ndërtohet kjo salat krokante me makarona janë këto. Pra kemi makarona flutur, spec të kuq të ëmbël, një lugë çaji, hudhër pluhur, një lugë çaji gjithashtu, piper të zi, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, djath parmigiano i grirë, krip si pas shijes dhe pak koper i grirë. Pjesa e parë. Për pjekjen e makaronave ishin përbërësit që sapo unë lexova. Tani, për të ndërtuar salatën, do marrim një marule, një salat marule, një tuf, 2 kastraveca, domate qeshi, ose domate të kuqe, ne kemi zgjedhur qeshi, një avokado e vogël, një qep e kuqe, 100 gram djath i bardh, 4 lugë gjelle kos, 2 lugë gjelle majonez, 1 lugë çaj mjalt, 1 thelpi udhër e shtypur, lëngu i 1 limoni të vogël, krip dhe piper. Duket kur janë shumë përbërës, për janë përbërës të cilët gjenden lehtësisht në kuzhinën tonë, sipas erzave dhe përbërësve bazik të kuzhinës dhe frigoriferit. Atëherë, të lutem pak jemi pra në fazën që do të pjekim dhe do të marinojmë makaronat. Pra, unë marë, sepse nuk më duhet më këtë këtu. Janë përbërësit që unë lexova për të marinuar makaronat, për t'i kthyer ato në makarona krokante. Mbaj lëngun, lëngu më duhet në një vend tjetër, faktikisht. Të duhet për ta përdorur. Po. Super, do ta vendosim, ndërkohë presim telefonatën që kam bëritur. Alo, përshëndetje. Të përshëndesim, zonjë, nga telefononi. Ja, të po flet. Përshëndetje. Të përshëndesim, mirë se erdhe. Mami të na çmeni kjo Albana 30. Ja. Përshëndetje. Përshëndetje, më falë se nuk dëgjova. Albana gatuar mirë, po Zonjë, nuk e dëgjojmë. Mund ta ngrini pak zërin, zonjë? Po, tani të dëgjojmë bukur. Bukur flasim. Mirë mëngjes. Albana gatuar mirë, po me këto makarona, me 30 gjëra, ku t'i gjejmë? Po bëjnë me peshti, tani, një sekond, ja ti them unë. Në 30 gjëra, ja ti them unë, cilat nga këto 30 gjëra që ti përmende nuk i ke në shtëpi? Piper të kuq ke? Piper të zi? Kaq, i marinove makaronat, i poqe. Ato recete që e keni nxjerrë nuk e lexoj dot njerë, janë... Do t'i shënosh përbërës, do t'a lexoj unë 2-3 herë vetëm për ty, po janë përbërës, si kundër e përmenda, mund të duken shumë, po janë përbërës që i kemi të gjithë në shtëpi. Për shembull, ti ke sallat jeshile në shtëpi, ke kastraveca, ke domate, ke një qep, djath, ke kos, majonez, për t'i marinuar, janë përbërës që gjende lehtësisht në shtëpi. Vetëm ato që kam mbusha shumë një zemër... Tani ti ke atë nuk ishë nëndot përbërësit, do t'i lexoj përsëri, do t'i lexoj unë përsëri, mos e vrit mendjen. Bëj një foto në të kundërt për shpejtësi, kur e nxjerrim neve në ekran. Faleminderit ty, faleminderit që telefonove. Trëmben kur është ajo receta kështu e shkruar plot. E di. Por, sepse po ju thoja, më thoj një përbërës që nuk gjendet në shtëpi. Krip piper kemi të gjithë. Se sa është receta saj gjatë. Erza, djath. Janë produktet që ju, unë prandaj dhe recetat i ngre në varësi të produkteve që ju keni në shtëpi. Pa. Aman, vetëm një gjë ka më tepër për pensionistët. Avokado, që mua më merr frika të them avokado. Do thonë ju është 6.000 lekilja. Po ju do merrni një kokër, merrni një vogël, por ja, unë se kam vendosur fare. Po shumë e shëndetshme, ka ndyrna të shëndetshme, kështu që vetëm që ju mos më pushkatoni. Ama se më zë flutrat nga sikleti, tani nga për stresi. zonjën që telefonoj dhe për të tjerat që na ndjekin, janë ta panoramizojmë pak tavolinën, se nuk i lexojmë dot nga shkrimi i recetës. Tani, receta përmban makarona, përmban domate qeshi, kastraveca, qep, djath, kos, majonez, mjalt, lëng limoni dhe sallat jeshile. Nuk besoj se janë përbërës që nuk i njihni apo nuk i keni
rëndom në shtëpit tuaja ku përgatisni receta. Për marinimin e makaronave ke krip piper të zi dhe piper të kuq vaj ulliri. I përzjejmë, pasi kemi zjerë shëndit dhe i vendosim për të pjekur, për të bërë më krokante, se më pas do bashkohen me pjesë të tjera të përbërzve. Fjale vërtet. Kështu që jemi në momentin tani që ta vendosim për të pjekur. Pakës vaj, e shikoni i marinova makarona, po të doni ju mund t'i kaloni në skuqe, por për të evituar atë yndyrën, unë e marrë dhe e vendos në furrë. Më krokante bëhen në furrë. Kështu që zonja që nga telefoni mos mërzit, përsëri do t'i lexoj dhe me zë përbërësit. Bëhen i këtë recetë se është shumë e thjeshtë dhe e shishme. Përfshin edhe karbohidratet, edhe perimet në të. Dhe e lë paksa veç mas këtë recetë. Pra, unë pres që të më bëhen makaronat. Që mos të vëmendja mos të shpërndahet, le të vit tek receta e dytë. Që kam një çorbë, sopë, si të doni jo, çorba është me trash, me hollësh supa. Shtoj pak yndyrë. Dhe ky yndyra, shtoj direkt mielin. Mielli që më duhet ta ka urdhis. Vajin e di që e kam shtuar pak. Dhe dihet që vaj është një lugë për person. Nëse ju më shikoni që unë e hedh kështu, normalisht ka metalonin matë syrin. Pra do një lugë gjelle për person. E lën mielin derisa të në thojza të zjej. Në thojza. Sepse zjerja një është edhe skuqja direkt derisa aroma e miellit të shpërndahet, që do të thotë që merru me mua. Ajo na duhet, pra, ajo aromë na duhet për të vazhduar gatimin. Kosin. Ja, kosin e kemi këtu. Jam këtu. Ma e të të madhe këtu se s'ka gjë se po i shtoj një vezë. E rah paksa. Kemi zjerë pak oriz, tani shtuam një Vezovital. Kosim, derisa të largoj, ajo pjesë derisa të unifikohet masa e kosit me vezën. Këtu kam lëngun e mishit e pulës, por nuk do të shkoj dëm. Edhe lëngu i makaronave ndaj oqën pak më njanë, nuk e hedhim. Jep atë trashësinë e duhur. Do të shtoj të gjithë masën e lëngut që kam këtu. Dhe e lë të vloj pak sa mielli. Dhe në fund do t'i shtojmë pjesën e vezës me kosë. Në këtë mënyrë edhe rregullojmë pak temperaturën. E lëm të zjej dhe ndërkohë që të mos marrim dhe kohë tjetër, aty shtove dhe plur, hudhre, piper, krip. Te kripa do kem kujdes sepse kam zjerë. Edhe te lëngu i makaronave. Pra, unë kam zjerë orizin në fillim fare. Orizin e kam zjerë, ju e dini shumë mirë, tash më përbë kështu, me sit. Te lëngu që kam zjerë orizin, unë kam shtuar makaronat. Pra, unë përdor gjithmonë ujë shumë të bollshëm. Pra, është lëngu i orizit dhe i makaronave. Normalisht orizin pas e kam shplar mirë, më pas e kam lënë që të zijej në ujë të ftohtë dhe avash. Atë ujë e kam shtuar dhe kam zirë makaronat, gjë që ja ku është rezultati. Do të shtoj te ky lëngu orizin. Orizin që nuk na merr dhe kohë në zjerje, se e ka marrë kohën e vet.
Pra, e kam para zier, por shumë pak. Shumë pak. Gjë që këtu do të shtoj edhe ujë në makaronë. Ujë që kam zier. Tani është momenti sa lëmë të marrë makarona dhe oriz bashk. Po. Të ketë atë trashtinë e duhur, prandaj unë shtoj vetëm një vezë, në të kundërt ju mund të shtoni vetëm të verdhen e vezës, dhe i lë pak sa më njanë që unë të merrem avash, unë të merrem me pasi të kthehemi nga e mishit. Shkëputja e parë promocionale, rikthehemi shumë shpejt, është shkëputja më e shkurtër. Jemi rikthyer, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë. Sapo përgatitëm edhe çorbën me oriz, do t'i lexoj për avisat, përbërësit e recetës. Ja, po merr një vlim, ndërkohë është bërgati edhe mishi pulës në copza të vogla. Çorbë me oriz na duhet një filxhan oriz, të cilin e parazjeni pak sap. 1 litër ujë ose lëng pule ose lëng perimesh. 3 lugë kos, 1 e verdhë veze, 1 lugë gjelle miell, gjysma e 1 limoni lëngu, 1 lugë gjelle gjallë, 1 lugë çaj speci kuq i ëmbël, krip, piper rizi dhe pak hudhër pluhur. Kjo është çorba me oriz, të cilën e kemi në zjerje. Kemi për t'i shtuar vetëm këtë prerjen me vezë, me kos. Pra derisa të bëhet lëngu të trashet, ky është dallimi i çorbës. Unë e lë që të bëhet avash dhe normalisht duke lënë kapakun hapur që ju ta shikoni dhe duke shtuar edhe pjesët e mishit. Dhe Okej, atë zgjedhë pak. Përshëndetje, kam mbritur një telefonuese. E mirëpresim. Mirëmëngjes, ju përgjithësie. Mirëmëngjes, që nga një zotëri. Jam një periodikë zakonisht në televizor, sidomos u pëlqen shumë gatimet tuaja. Albana është nga më specialiste për to politikë ka i briveti Albanës. po, Sidomos u bën ato gatimet në pakë mos të fut gjithat në gojë me për i provon. Atë një paketë të tjera që ka flukë të gjitha. kjo është e drejtë që thoni ju, por në punën time dhe në profesionin tim nëse ju e njihni, nëse unë nuk di shijen, unë asgjë nuk mund t'ju sugjeroj ju. Nëse unë nuk njoh shijen. Dhe gjëja e parë që është e certifikuar te një shef kuzhine, sepse unë nuk jam anvis, jam shef e kuzhine, do të thotë që unë do të njoh produktin të që flas me produktin. Edhe unë të ndjek zakonisht, edhe të shkoj gjithmonë me fjalë negativet e vetë. Po ajo gjë nuk para më pëlqen shumë me fjalë bën një figurë këtu prandaj. Megjithatë unë e mirëpres edhe këshillën tuaj. Po më latë, ta bësh ti po gjëra ka më të mira. Të falenderoj, shumë të falenderoj, mjafton që ju më ndiqni. Po prisja të thoshte që pse se vë kapuçin, po hajt mo. Dëgjoj. Kemi marrë. Shif, dëgjoj. Është me vend, por nëse unë nuk e njoh produktin, nuk mund të flas për produktin. Nëse unë nuk di forcin e perimes, për shembull tani të domates për shembull, mua do më duhet, nëse do ta gatuaj, kur ta hedh? Në fund të gatimit apo në mes? Pra, duhet të njoh forcin e perimes. S'kemi çfarë t'i bëjmë. Kur unë dam, mua më ra kjo pjesë. Që të shijoj, Ne nuk po gatuajmë këtu për të treguar si duhet të jesh si shef në një restorant. Ne po gatuajmë si në një shtëpi. Si shef në restorant, unë do kisha uniformën, normalisht do kisha një xham këtu përpara, do kisha gatimit në ekran. Njerëzit që do shijonin ushqimin, por ngelemi te kjo sallata që unë dua të bëj këtu. Kam domate qershi, që avash, ashtu duhet jenë të thara. Kam kastravecin, domatet, sallatën jeshile, një qep të kuqe, tani nëse se keni qepën e kuqe, po qepën e bardhë, se nuk u bë çameti.
Pa tjetër më duhet djath, majonez, lëng limoni, më duhet kosi, më duhet djathi i bardh. Por nëse nuk e keni djathin e bardh, keni djathin kaçkavall. Nëse nuk keni djathin kaçkavall, s'keni asgjë nga këto, nuk përbën problem. Thash tek avokado, nëse dëshironi e vendosni, në të kundërt nuk e vendosni. Pastaj këto produktet, siç e lexoj dhe Niki, janë. Mos më kryqëzoni kot. Nuk janë të vështira për të gjetur, se siç po i shihni njëra pas tjetrës janë produkte shtëpie, kështu që jo të ekstra. Kam britur një tjetër telefonuese, apo telefonues? Zonjë, përshëndetje? Përshëndetje dhe ju lumshin duat për gatimet që bëni. Faleminderit. Por zotin, po mësojmë edhe neve nga juve se si gatuajnë. Se unë nuk jam njëm vite mirë, se më gatun dhe babi ka ndruar jetë, por unë po mësoj nga juve, moj Albana edhe ti Niki sa e jeni për gatime edhe kësho. Faleminderit. Ju qështë hana ju qështë. Na bëhet qefi të dëgjojmë këto fjalë, aq më tepër që sadopak të kemi ndihmuar për të gatuar, po më thuaj se cilën recetë gatuan më me qef ti? Cila është receta jote e preferuar? Sot kam bërë bamje. Bamje. Shumë bukur në tavë. Ato stinës. Po ato që gatuan në Albana, unë i gatuaj të nesme. Të dalin të gjitha të mirat shishme? Të shishme, mojt i bëj dora Albano se mos dalin shishme. Jo, ne dim, po si i bën dora jote është ideja. Po i bën Albana, i bëj dhe unë me gjitha ato që bën Albana. Super. Sot ke bërë tavë me banjë, the, apo jo? Me banjë, edhe një salat edhe... Perfekt. T'ju bëj mirë, të falenderojmë shumë që telefonove. Shëmbejt e patit, o zot, edhe duar që lumë. Falenderit, shumë falenderit. Miru pafshim. Pra, i pres të gjitha mesatarisht, në kubik, mesatarisht, jo të vegjël fare. Ja, kështu në copca dhe i bashkojmë duke i marinuar tani me vëmendje për t'i shtuar më pas edhe makaronat. Përshëndetje, kë kemi në linjë? Përshëndetje, më qupa. Përshëndetje! Të zë, e njohim prej vitesh. As pa të mira jemi. Mirë se erdhe në Nanexhi. Si e ke nisur ditën sot? Ajo salata do t'a bëj sot për dreka. Shumë e mirë. Sa e thjeshtë që është. Shumë e mirë. Lumshin ato duar. Mos haro ti marinosh pak makaronat dhe ti pjekësh, sepse këtu është edhe e veçanta e recetës. Po patjetër. Se ne kemi sjellë dhe sallata të tjera me makarona, po këtë proces nuk e kanë kaluar, pra një marinim dhe i vendosim në furrë. Ju bëj shumë të mira. Po. Dhe ato që i bëj ratë parë. Po. Ato ishin të papjekje, ishin vetëm me zjerje. Sot do ta gatuash të recetat, apo ke bërë ndonjë gjë të veçantë nga ato të tua? Se edhe ti nuk e keq me këto recetat. Unë jam e kështu, do e bëj se zbën ato të Albanës. Se zbën? Bëra mashuka, me patate, si e bëri Albana, me domate, me erza. Super, janë perimet të sezonit të stinës, kështu që shijojnë shumë tani, kanë sezonin e tyre. Janë perimet të stinës. Po, e vërtet. Ka plot, shqyqyr, ka plot. Ju bëft mirë, faleminderit shumë për telefonatën. Janë të sezonit, faleminderit shumë. Edhe të urojmë ditë të mbarë. Faleminderit edhe unë, faleminderit. Të përshëndesim. Shofim tani edhe këtë moment, ja i përzim për bërësit, perimet që zgjodhëm, marinimin. Majonezën. Lëngun e limonit. Kosin. Përzije mirë, se aty do të shtojmë edhe mjaltin. Mos të vi fare që di sepse i shkon. Nëse ju do keni pak në Arden, dhe në Arden mund t'i vendosni. Shtoj. Pudrën. Masën e kripës.
masën e vajt. Të gjitha dhe më duhet, normalisht edhe tava. Po, e sillim tavën tani, po, të lëmë që të ftohen pak fare. Jo, nuk duen fare të ftohen. Jo, për salatën e kisha merakun. Nuk duen fare të ftohen, sepse duhet jenë të kërcasim pak në gojë. Ajo është i gjëja. Të marinuara me kri piper të kuq, piper të zi. Opa. Pasi janë zjerë, janë pjekur. Dhe më pas i bashkohen salatës të marinuar me përbërësit që i ndoqët. Është një salatë që ne nuk e kemi në tradit, por... Nuk e kemi me këtë salsë. Edhe salmoni nuk e kemi pasur në tradit, të ndrejtën, edhe avokado nuk e kemi pasur në tradit, sepse nuk janë tona, por problemi është që... Opa... Pra duhet jenë kaq të nxehta. Pra salata krokante me makarona. Shpresoj që edhe zonja që telefonoi këtë marrë shënim për bërësit dhe... Jo, më duhet. Do ta kthej për kështu. Marrim në pjesën tjetër të makaronave dhe i bashkojmë si shtam, mirë për të marinuar dhe për të marrë shije nga erëzat dhe për bërësit e salatës. E gjithë kjo masë, sepse ka ngjitur nga letra, prandaj dhe është vendos letrën që mos e ngjisi në tavë. Unë në përgjithësi jam njëri pak komplekse, në përgjithësi nuk kam kompleks, por zotëri më bëre të kem kompleks. Duhet ta provoj. Të filloj nepsi tani. Jo nepsi, jo. Pra duhesh edhe pak fare, që të piqej, edhe pak, pra të bëhet pak kërc. Pra e të thahen edhe të shasin. Më ndihmo me pak, më ndihmo. Që të thonë që e kam në të hajnë. Se me ashtu jahide kështu. Opa! Bravo! Po më bën shumë si delikate ma të dorezën se s'qen ka dhe e që nëzet. Me do të ishte nëzet. E do thotë që dojtë nga i natë. Ja, po! E përzi mirë, edhim dhe djathin dhe salata është gati. Është një vakt i plot për drekën tuaj. Shtojmë edhe djath të grirë, çfarë lloj djathi që në bazë të dëshirës, nuk e keni të bardhin, shtoni këtë, çfarë lloj djathi? Keni avokado në shtoni, nuk e keni, nuk e shtoni. Pastaj produktet e tjera, mos më thoni që nuk i keni. Ja. Super, mirë, shkëputemi tani për pak publicitet, largojmë edhe tasin, dhe bashkë me çorbën do t'i servirim pas të kthejmë nga publiciteti. Mirë se erdhët përsëri, jemi në pjesën e fundit të recetave tona, për të bërë një përmbledhje, deri më tani kemi përgatitur një sallatë shishme, të këndshme, me makarona dhe me perime të marinuara me erëza të ndryshme, me atë salcën që anvisat tona e ndoqën. Kemi përgatitur edhe një çorbë me oriz mbi sopë, gati tani për recetën e tretë. Recetë me speca të kuq. Është pak e vështirë se ato piqen janë të nxehta tani për t'i specat e kuq hequr atë. Normalisht vendosen në furr që të piqen dhe më pas i vendosni ose në një qese ose në një letër alumini që të mbajnë nxehtësinë dhe të kemi në mundësi të largojmë lëkurën më kollaj. I lë pak sa unë të tilla të ftohen dhe pozicionohem të supa që e lam për gjys. Pra, e lëm të zihej mirë derisa orizit është përthej dhe të duket kjo masë. Unë kam vendosur biles oriz kokorgjat kam vendosur. Pra, është zjerë aq shumë sa që nuk kuptohet. Këtu kam kosin, vezën dhe normalisht kam shtuar lëng nga masa e supës. Në moment që unë balansoj,
lëngje temperaturën e supës dhe të vezës që kam përzirë me kosin, e kaloj pak fare në sy të fikur të sobës. Pra vatrën e kam të fikur. Do të shtoj majdanozin që e pres tashmë imët. Pra kam fikur nxehtësinë, nuk më duhet nxehtësia dhe e dim shumë mirë që në moment që ne kemi në nxehtësi, ena e ruan nxehtësinë. Normalisht është në varësi të enëve që ne përdorim. Nëse bakrin kemi bakur, gjë që shumë e vështirë që të përdorim bakrin, e ruan 100% nxehtësinë dhe vazhdon vlimi. Në këto tenxhere tona që përdorim në përgjithësi, nuk flas as për enë guri, po flas në këto të tilla, e kam larguar sepse e kam fikur. Dhe do të shtoj tashmë majdanozin, nuk më bëhet asnjë lloj prerje dhe e shikoni shumë mirë që kosi nuk është i shpërbër dhe kur kemi kosën me limonin, jep një reaksion kimik që fundja ne duam të bëjmë gjizën. Prandaj dhe është e domosdoshme ruajtja e temperaturave tek ena. Shtoj majdanozin. Dhe e lë sërish këtë talier sepse do më duhet sërish unë të pres majdanoz. Është dhe në trashësinë e durë, çorba. Normalisht duke qëndruar, trashësia e saj do të jetë, do trashet akoma dhe më tepër, prandaj këto lloj suprash, çorbash konsumohen të vakta, as të ftohta jo. Shpeshherë ne marrim, i vendosim në frigorifer. Mos harroni, vezën për shembull keni edhe një problem te vezët. Marrim vezët dhe i vendosim në frigorifer. Është gabimi më i madh kur ne vezët i përdojmë në frigorifer. Përse? Sepse ju thonë edhe dëgjoj, tani dole ti më e zgjuar do të na thuash. Patjetër që po, sepse janë prandaj dhe janë seminarët në kuzhinë, sa herë që hapet frigoriferi, temperatura e vezëve ndryshon. Pra, jo më kot, kur shkojmë dhe blejmë vezët nuk janë në frigorifer. Sepse vezët duhet të konsumohen brenda afatit të caktuar. Që kështu keni pak kujdes me vezët, prandaj të themi që nga ndonjëherë kemi problem. Këto temperaturat larta ku ti mbajmë se prishim nuk keq jashtë. Temperaturat e larta për shembull. Do jetë një zgjidhje dhe freskia, për ato që kanë. Tek freskia, jo te dera. Jo te dera, sepse dera që hapet në rafti i mesit. Po. Është dera që hapet më shpesh dhe aty fillojnë, po të themi rrymat. E kaloj këtë gjohën e thash. Jemi te specat tani, shohim pak recetën e specave. Speca të kuq, të pjekur. Shumë të kollajt. Ka edhe djath, por shumë më parë e shohim pak të shkruar recetën tonë të specave, derisa Albana bën gati dhe djathin. Djath nga ato djathra të tostit. Duhet të jetë një djath i butë. Djathin e lë në brëndësinë e specit. Po të duam shtojmë djathë të tillë, po të duam shtojmë majdanoz, si të duam ne. E kalojmë të tillë. Opa, ja. Edhe, le të marrë një tavë më të vogël, se e madhe është ajo dhe nuk më... E madhe është këtë tava, bëjmë tjetër. Ja, dhe pjesën tjetër që unë nuk e hoqa dot, e largoj të tillë. Kjo është një meze, një meze, një vakt i lehtë, pa fare. Ose në të kundërt ne i quajmë contorno, në të kundërt, për shembull. Po e heqim contornon dhe lëm mezën se na shkon më shumë për shtat. Kam edhe këtë të fundit. Pra speci kuqe pranon edhe këtë lloj djathi, edhe djathin e bardhë. Mjafton që jo, duhet të jetë djathi i bardhë, duhet të jetë ai danezi, që pse ai është vetëm ai i butë. Pastaj duhet një djath i butë. Po, për këtë recetë po, po them si spec, si perime. I vendos tani këtu. Është që kombinohet. Krip, piper. E mbështjellim dhe ne do të lexojmë së bashku, jemi në fund fare, speca të kuq të pjekur të mbushur me djath. Lexojmë recetën së bashku dhe ju përshëndesim më pas nga kuzhina jonë. Ju duhen 4 speca të kuq ose për sa persona ju do të gatuani këtë recetë, 200 gram djath kaçkavall i butë, 2 lug vaj ulliri, 2 lug majdanoz të grirë dhe pak piper të zi, sigurisht dhe kripën për të rregulluar shijen.
Kjo është tryeza jonë, servirim edhe çorbën me sallatën me makarona dhe me perime, çorbën me oriz po ashtu. Dhe kush e gatuan, ju bëft mirë, dreka që keni përgatitur, apo ajo që do të përgatisni në vazhdim. Të lumshinduar të Albana. Faleminderit. Shihemi pas pak, do t'jemi me Altinjokën, ndërsa receta do t'jenë në kanalin ton në YouTube, të postuara më vete me mënyrën e përgatitjes dhe mos harroni edhe në rrjetet tona sociale. Ju pres pas pak. Paraditja në Report TV mundësohet nga Sallame Isaj, pasion për cilësinë. Përshëndetje miq, quhem Ardian Kraja, punoj si mjek prej shumë vitesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sot do desha t'ju flas për një produkt shumë të rëndësishëm, siç është Oben. Dhimbjet kronike në nyje nuk është thjesht një bezni kalimtare. Ajo ndikon në mënyrën se si ecni, si flini, si punoni, në çdo lëvizje të trupit. Quhem Flamur Garasani, me profesion agronom. Gjithë jetën time jam marrë me bujqësi, me pemtari dhe me prodhim lulesh. Prandaj nga lëvizjet e tepërt dhe nga puna e tepërt që bëj, nuk më fillon gjunjët, mra një halli madh që unë ngela në shtëpi, sumvinja edhe në punë. Quhem Rovena Bega, jam 44 vjeçë, punoj në një familje si babysitër, gjithashtu ndihmoj dhe në punë të shtëpisë. Para 3 vitesh kisha problemin e qafës, shtyllës kurrizore edhe kyçeve të duarve. Te punë të shtëpisë kisha vështirësinë si Mirë se erdhët në Reze Dielli. Siç e përmenda, tema e sotme me Altinjokën do të fokusohet tek kanceri i zorës së trashë, një sëmundje e cila për fat të keq është duke u prapur në masë edhe tek të rinjt. Kështu që edhe për ata persona të cilët janë duke vuajtur nga kjo sëmundje apo po marrin trajtime për të, duhet patjetër një regjim i mirë ushqimor, cili duhet të jetë regjim i duhur për ta, dhe më mira akoma është si ta parandalojmë kancerin e zorës së trashë edhe me çfarë simptomash na vjen ai. Përshëndetemi me Altinjokën. Të përshëndes Altin. Edhe unë i përshëndes, faleminderit për ftesën. Faleminderit gjithashtu. Në fakt, ushqimi ka shumë rëndësi, ushqimi është ilaç, thuhet shpeshherë. Ushqimi mund të ndihmojë në këtë sëmundje apo jo, edhe ata që vuajnë nga kjo sëmundje e rrezikshme, por më e rëndësishme është për ta parandaluar. Po ti marrim me radhë gjërat Altin. Do të flasim fillimisht se si shfaqet kanceri i zorës së trashë dhe cilat janë ato simptoma të cilat ne duhet të na alarmojnë. Po, një fakt është një fakt shumë i rëndësishëm, ose më themi një fakt themelor, që kanceri i zorës së trashë nuk fillon as brenda një nate apo për një javë apo brenda një muaji. Ai zakonisht zhvillohet shumë ngadalë për vite me radhë dhe thelbi është kjo. Rritja në mënyrë permanente e inflamacionit kronik që ndodh tek ne, ngrënia e ushqimit të papërshtatshëm, niveli i lartë i stresit kronik, dobësimi i gjithë mekanizmave të sistemit ton imunitar, do bëjë që ky mund të zhvillohet më tepër kanceri. Kanceri i zorës nuk jep shenja në momentin e parë, por kjo nuk do të thotë që ne mos vigjilojmë dhe të komunikojmë ose të dëgjojmë gjuhën dhe sinjalet në formën e shenjave të trupit tonë. Por në përgjithësi ne jemi neglizhent dhe kjo është arsyeja pse shumë raste zbulohen shumë vonë. Për shembull, një polip në zorën e trashë mund të qëndrojë vite pa shkaktuar asnjë shqetësim, por duke u rritur niveli i inflamacionit brenda zorës, gjatë gjithë kësaj kohe ai mund të transformohet, të degenerohet dhe të kthehet në një qelizë tumorale ose në një tumor. Ndaj, ne duhet të mbështetemi te disa nga shenjat kryesore dhe para se të diagnostikohet, duhet patjetër që të kalojmë në një lloj alarmi. Shenjat që mund të themi, pra atë që po thoni ju, kush janë shenjat? E para është kapslloku kronik. Kur ne qëndrojmë shumë në mënyrë kronike pa fekenduar, pra pa dalë jashtë, rritet kontakti i mukozës së zorës me pjesën e substancave të fermentuara të cilët ndodhin në zorë, të cilët mund bëjnë potencialisht kancerogjene.
sepse sa më vonë të zbrazet kjo zorë, aq më shumë toksina kanë për të mbledhur gjatë gjithë këtij ambienti. Dhe ky ambient do bëhet një ideal duke shtuar bakteret e këqija. Bakteret e këqija do sjellin një disbioz, do rritet niveli i guanidinës dhe histaminës, dhe kjo do sjellë gradualisht një inflamacion. Kjo është një nga arsyet ose një nga shenjat. Tjetër është kur dalim edhe bark, herë dalim kapslëk, pra kombinimi i diares dhe i kapslëkut. E dyta është kur ne nxjerrim gjak në feçe. Ky është një nga sinjalet më serioze. Gjaku mund të jetë se dikush thotë është gjaku i errët apo gjaku kafe apo i kuq. Sido që të jetë disa të tjerë ngatrojnë thonë që i kam nga hemoroidet. Dhe ky ndoshta është një nga gabimet më të mëdha që njerëzit e kanë neglizhuar, që më pas është parë që ka qenë një problem i rënd në zor. Tjetra është fryrja e vazhdueshme e barkut. Kjo nuk do të thotë që ne ku kemi gjithmonë çdo njeri që ka një fryrje barku mund të jetë kancer, por kur gjithmonë fryrja vazhdon dhe rritet, muaj pas muaj, kohë pas kohe dhe bëhet permanente, atëherë kur shoqërohet dhe me gazra të shumtë, kur shikojnë që nuk kemi dhe përmirësime dhe edhe pse ne kemi ndryshuar ushqimin, dietën, atëherë kemi një sinjal e cili po na lajmëron që nuk është normal në zonën tonë, pra në pjesën intestinale. Tjetra janë dhimbjet e barkut. Kur shpesh ne do kemi dhimbje barku, sidomos në pjesën e poshtme të barkut, po jo vetëm, po edhe në anët e tyre, shumë njerëz i shikojnë si janë normale. Duhet kuptojmë këtë që trupi rrallë provon dhimbje pa arsye, rrallë. Në përgjithësi, kur jep dhimbje, ai po na jep disa mesazhe biologjike që ne ti kuptojmë dhe ti përkthejmë pastaj për t'i kuruar. Një anë tjetër është kur ne humbim një lloj peshe pas lloj shkaku. Pra ushqemi mirë, vazhdojmë me të njëjtën dietë apo me të njëjtën ushqime dhe kemi filluar që të bijmë në peshë. Kjo është shumë problem. Pra ku flasim bijemi peshë 3, 5, 10 kg, ndoshta edhe më shumë, pastaj rritet më tepër. Kur nuk kemi ndryshuar madje as aktivitetin fizik dhe të tjerat. Një element është kur niveli i stresit tonë është rritur shumë. Pra ne kemi pasur me të njëjtën punë, me të njëjtën kushte, me të njëjtat situata të përditshme, po nivelin e stresit ne kemi ndryshuar, pra niveli i stresit është më pak i përballueshëm, nuk e përballojmë dot stresin. Dhe kjo është një arsye që është ndoshta nga të parat që fillon, sepse gjithë ky stres do ndryshojë mikrobiomën. Ka rritur inflamacionin, është dobësuar sistemi imunitar dhe kjo do bëjë që të jetë pjell, pastaj ndoshta edhe të tumorit. Një anë tjetër është anemia, kur bëjmë analizat e gjakut, edhe meshkujt apo dhe femrat kur bëjnë analizat e gjakut, midis tyre shikojnë probleme me aneminë. Shikojnë mungesën e vitaminës B12, që kanë të ulët, apo nivelin e hemoglobinës. Pra shikojmë feritinën. Tjetër është kur ne shkojmë në tualet dhe nuk na zbrazet zora, duket sikur nuk është zbrazur e gjitha. Duket sikur nuk po e zbrazim dhe diçka na ka ngjetur përsëri brenda. Kjo është një mund të themi një shenjë. Tjetër është kur shpesh na ndryshon jashtëqitja. Jashtëqitjen e kemi shumë të ndryshueshme, Dhe nga ana tjetër kur ka aromë shumë të rëndë, ka gazra të tepruar, fryrjen që ne thamë, dhe apo përpara atij dhe ka erë shumë të rëndë nga fermentimi i tepruar që ka ndodhur tek ne dhe te problemet që ne mund të kemi me tretjen. Nga ana tjetër është mungesa e oreksit. Personi ngopet shpejt. Pra ka një ngopje shumë shpejt dhe ka një lodhje mbrapa ushqimit. Lodhja mbrapa ushqimit nuk është vetëm nga kjo. Lodhja mbrapa ushqimit mund të jetë problem metabolik, mund të jetë problem i energjisë, mund të jetë probleme i një sëmundje tjetër, i anemisë e shumë tjera. Por apo dhe stomaut, apo dhe një problemi zore. Por midis tjerave është dhe kjo si shenjë që ne nuk duhet ta neglizhojmë. Një shenjë tjetër është kryesisht dhimbja e mesit ose pjesa e legenit për kohë të gjata. Që kjo dhimbje vazhdon rritet. Ku kemi një lloj presioni, pra mund të themi legen. Në ana tjetër mund të kemi humbjen e forcës fizike. Duket sikur njerëzit thonë, "Ore jam plakur, sikur s'jam mirë." Sepse niveli i inflamacionit kronik, ndoshta anemia, sëmundjet metabolike, proceset patologjike që po zhvillohen në trupin ton, kanë ngadalësuar të gjithë situatë dhe ndoshta është një nga elementet kryesorë që ne duhet i bijmë pas. Pa janë disa shenja, po shenjat kryesore është problemi i atij kapsllëkut, dhimbjeve të barkut, problemi i gjakërrjedhjes që ne mund të lëshojmë nga pas, fryrjes të tepërt që ne mund të kemi,
edhe patjetër dhe lëshimit të feqes. Prandaj duhet jemi të vëmendshëm që nga shikimi i feqes deri tek këto shenjat e tjera. Qartë, këto ishte një përmbledhje pra e shenjave. Ndërkohë ju përmendët disa prej faktorëve të rrezikut, por do doja të dija se çfarë ndikimi, sa ndikim ka mënyra e të ushqyerit në rrezikun për të bërë një kancer të zorës së trajtë, aq më tepër në ditët e sotme që edhe të rinjt janë duke u prekur më së shumti nga kjo formë e kancerit. Tani të kuptojmë, të rinjt po preken dhe nuk është në një çudi e madhe, se ne po mendojmë se të rinjt po preken kaq shumë dhe shumë njerëz po i bën përshtypje, se më parë kanceri i zorës ka qenë për mosha të mëdha, për moshën e tretë. Ul në 45, në 50 vjeç që duket e çuditshme dhe tani unë kam dëgjuar raste dhe kam pasur raste në konsulta 22-23 vjeçar. Kështu që ka edhe raste të tilla, pra nuk duhet jemi të çuditur, sepse ne nuk kemi kuptuar një diçka. Ne nuk kemi kuptuar që zora nuk është thjesht një tub, por është një organ si një lloj kopshti. Varet çfarë ujitim të ky kopësht. Pra këtë kopësht duhet ta ujisim, duhet ta prashisim, duhet ta mbjellim dhe duhet kujdesemi. Përndryshe ky do bëhet djerë. Në ana tjetër duhet të kuptojmë që zorët tona vallëzojnë me njëra tjetrën. Në qoftë se ato nuk vallëzojnë, pra po të shikojnë ato duket sikur vallëzojnë brenda një ritmi. Në qoftë se nuk vallëzojnë ato, funksionimi i tyre nuk duhet të mirë. Pra mos vallëzimi i tyre do shkaktojë grumbullim të mbetjeve dhe do bëj që të lindin të gjitha ato probleme që thash. Nga ana tjetër, po të krahasojmë dy zorët ose dy periudhat e gjyshërve tan apo të parëve tan me ne, ata kanë qenë ndryshe nga ne. Pse? Dikur ata gjyshit konsumonin bukën e shtëpisë si bënin, që është shumë e ndryshme nga buka që ne konsumojmë sot. Konsumonin shumë perime, konsumonin shumë fasole, bishtajore, fruta dhe kishin një lëvizje shumë të gjatë fizike gjatë gjithë ditës. Dhe çfarë ka bërë kjo? Kjo ka bërë që ta mbajë mikrobiomin shumë pasur, të ketë më pak inflamacion dhe zona të jetë më e shëndetshme rrjedhimisht. Sepse duhet të kuptojmë, sot janë disa nga bakteret kryesore të cilat po thua që janë inekzistente në trupin ton. Inekzistente. Po të shikosh mikrobiomat më parë, kemi 2-3 bakteri që po thua që janë ulur fare dhe një 2 janë humbur fare në zorat e të rinjve, ose paktën të brezit 40, 45, 50 vjeçar është ulur. Dhe po të shikosh një mikrobiom të një 70 vjeçari apo 65 vjeçari me një 30 vjeçari përsëri ka ndryshim, edhe pse ai është më i madh. Nga ana tjetër, ushqimi që ata konsumojnë sot të rinjt, fast foodi, pijet me sheqer, lëngjet, sallamrat, mishat e përpunuar, pra ushqimet e tyre janë totalisht jashtë funksionit që kanë rënë gjysha tanë, jo aty që kërkon zona jonë. Shtimi i ëmbëlsirave industriale, orë të tëra ulur para ekraneve ose para kafes, apo dhe rritja nivelit të obezitetit. Kjo çfarë do sjellë? Kjo do sjellë disbiozë intestinale, do sjellë një fjalë inflamacioni kronik, rritja nivelit të stresit patjetër, se ne kërkojmë më shumë nga jeta, jemi të pakënaqur, ë? Kjo do bëjë një terren të favorshëm për këtë lloj sëmundje, sepse siç tham, kanceri nuk lind brenda një nate, ë? Fillon me një inflamacion, irritim të mukozës, formim të një polipi, kalon në ndryshime qelizore dhe pastaj kalon në tumor. Nuk mundet se shumë njerëz thonë, "Ore më erdhi kanceri brenda një muaji." Nuk është e mundur të vijë një gjë e tillë. Ai ka vite që punon për të ardhur se trupi jon lufton. Ne sot kemi dy histori të ndryshme të jetës sonë. Prandaj edhe të rit po sëmuren më shpesh. Pra mund të themi 2 pjata, 2 histori. Pra pjata që më parë furnizohen me ushqime, me perime, me mish të freskët, me pak ushqim dhe jo sasi, dhe jo e konsumuar në çdo kohë, 5, 6, 7 herë në ditë, sa herë konsumojmë. Konsumimi i vajtullit në tepër të farave dhe të tjerave kanë bërë që gjyshi tanë të jetojë më mirë dhe ne të kemi probleme të mëdha. Buka e bardhë, ëmbëlsirat industriale, pijet me sheqer, gjithë to ushqimet industriale, sallamra, patatet skuqura e tjerë kanë bërë që të rritet gjithë kjo situatë, sepse zora është si një lum. Imagjinoni një lum i cili rrjedh vazhdimisht dhe me shpejtësi. Kur uji lëviz shumë shpejt, gjithçka që ka para e pastron çado mbiturina që të ketë. Nëse kjo rrjedh do ngadalsohet, do fillojnë të grumbullohen të gjitha toksinat dhe kanë për të sjellë gjithë këto probleme. Nga ana tjetër, gjithë të ujë e lëvizin fibrat. Ne kemi ulur shumë nivelin e fibrave në konsumimin sot ditor. Ne nuk konsumojmë fibra. Ne konsumojmë 15 gram në maksimumin e dikujt ose në mesatarin e dikujt. Kur ne duhet të kalojmë 30-35 gram fibra të paktën në ditë. Gjyshi tan kanë konsumuar deri në 50-60 gram fibra në ditë. Ne konsumojmë 2-3 fish më pak. Lëvizin më pak, ujin më pak, të gjitha këto kanë sjellë këtë lloj problemi. Nga ana tjetër, si do të ushqemi që më pyetët për problemin e ushqimit të... Përpara të kalojmë se të ushqemi, këta persona të cilët vuajnë nga kanceri i zorës së trajtë, çfarë mangësish ushqyese kanë kryesisht, ndryshe nga ata që nuk e kanë? Po kanë që nga mangësia e vitaminës B12, kanë probleme me anemi, kanë zinkun që kanë si mangësi, nëse po flet për mineralet, ë? Po. Po.
Këto kanë zakonisht mangësi dhe të tjera, po këto kanë si mangësi. Pastaj ato shenja tam dobësi të këto në tjetër gjë. Po kanë mangësi të lëndëve ushqyese në përgjithësi, edhe ku i dalin analizat. Atëherë të flasim tani se si duhet të ushqen personat të cilët janë të prekur nga kanceri. Pastaj kjo do të vledhe për ata të tjerë të cilët duan ta parandalojnë një formë të shfaqjes së kancerit në zorën e trash. Cilat janë ushqimet më mira që mbrojnë zorën? Luftimi dhe parandalimi nuk bëhen në një ditë. Është në një periodike. Trupi jonë do të ushqyet në një periodike. Si një kopës që thamë, jo të i marrim një lule, e mbjellim sot, i jemi mujësoj dhe kujtojmë pas një par kohe. Duhet jemi gjithmonë në kujdes të shëndetit tonë dhe vigjilent që shumë rëndësishme. Sepse trupi jonë është si një lloj qyteti, i cili tani imagjinoni ka rënë një tërmet, pra ka lidhur një tumor, po e quajmë tërmet në trupin tonë. Pas një tërmeti ka shumë zona të dëmtuara. Ka shumë punë për ta riparuar gjithë zonat. Dhe ka nevojë qoftë për energji, qoftë për materiale të mira ndërtimi, qoftë për punëtorë të tjerë. Në qoftë se në këtë qytet që ka rënë tërmeti, ne do dërgojmë materiale të dobta. Ne do kemi këto rekonstruksionin shumë të keq, jashtë cilësisë, jo cilësisë. Në qoftë se ne do kemi element ose nuk do kemi punonjës për ta bërë mirë të punë dhe me ndërgjegjëse, çfarë do bëjmë? Trupi jonë gjatë gjithë saj ose pra i gjithë ky qytet nuk ka për të ndërtuar dhe do bien përsëri fasadat edhe me tërmetin më të lehtë, po edhe pa tërmet. Atëherë e njëjta gjë. Kanceri i zorës trash është një sëmundje që prek pikërisht organin ku ushqimi takohet me trupin tonë. Se ushqimi takohet me trupin tonë në zorë. Aty fillon gjithë shpërbërja dhe sistemi jonë imunitar, aty fillon çdo gjë. Aty fillon rrugtimi. Tani, te personat që janë me probleme të kancerit, të zorës, e para një herë, kur e marrin vesh diagnozën, momenti që e marrin vesh diagnozën, pra fjala kancer, ti ke këtë e tjerë, e rëndon shumë emocionalisht dhe më shumë se sa vetë sëmundja. Shumë njerëz i bie çatia mbi kokë dhe e humbasin çdo gjë. Ata mendojnë që në momentin e parë jeta ime mori fund, nuk kam më shpresë, nuk e di dhe sa do jetoj, edhe e mbyllin historinë e tyre. Po çfarë bën? Sot njëra njerëz në botë jetojnë me vite dhe dekada edhe pas tyre diagnozave. Shumë njerëz e kanë kaluar të fazë. Shumë njerëz kanë bërë që ta mbajnë tumorin në kontroll. Shumë njerëz vojnë jetën e tyre normale. Prandaj vendimi i parë duhet të jetë që mos kemi panik, sepse në momentin që ne kemi panik, dhe nuk kuptojmë situatën, do na rritet frika. Frika do na bëjë që të marrim vendime të nxituara, duke qenë gjithmonë në stres të vazhdueshëm. Organizmi ka për të lodhur më tepër. Kam për të rritur niveli i inflamacionit më shumë dhe terreni i kancerit do zhvillohet më tepër ku kemi më tepër nivel të lartë të stresit dhe frikë. Nuk do marrim informim, nuk do gjejmë qetësi, do na humbi gjumi. Prandaj vendimi e mençura, bashkëpunimi me ekipet e ndryshme që u kanë marrë në vartësi është shumë i rëndësishme dhe të gjeni të meni 2-3 alternativa të ndryshme në opinionin tim. Jo një, po 2-3 alternativa të ndryshme para se të kaloni pjesën e diagnozës. Duhet forcë për të përballuar të betejë, që është nga gjërat kryesore. Pra qetësia është pika e parë, që mos rritet kortizoli, mos dëmtohet edhe oreksi, mos dëmtohet sistemi imunitar, mos shtohet niveli i inflamacionit më tepër dhe tumorit përhapet më shpejt. Kjo është tani tjetra, çfarë duhet punuar? Në gjithë këndvështrimin naturopatik, strategjia e mbështetjes bazohet pikërisht në 5 drejtime. E para një herë të mos ushqet inflamacioni duke hequr ushqimet e këqija, të mos ushqet terreni i kompromentuar ku sëmundja të vazhdojë dhe të heci, të ushqejmë qelizat e shëndetshme, të mbështesim sistemin ton imunitar dhe të raportojmë dhe ndihmojmë organizmin të rikuperohet që të dalim nga ajo gjendje. Që do të thotë, duhet përdorim protokolle të fuqishme antiinflamatore. Një person me tumor nuk mund të ushqejë si një njerëz zakonshëm. Se shumë njerëz thonë që edhe unë po kam filluar të ha një avokato, jo, nuk mund të ushqesh shumë, sepse s'ka ti komplet i kompromentuar në sistemin tënd imunitar. Atëherë të duhet një tjetër rregull. Rregulli numër 2, kush është? Largoni nga ushqimet që e ushqejnë kancerin. Cilat janë ato? Karbohidratet e thjeshta, sheqerat, sepse lidhen me molekulet e kancerit dhe marrin energji, qelizat kancerogjene nga sheqeri, të cilat edhe brumi, edhe mielli, pra edhe buka kthehet në sheqer në fundit, dhe kthehet shumë shpejt. Pra niveli glicemis nuk duhet të jetë shumë i lartë dhe niveli konsumimit të ushqimit. Sheqeret e rafinuara, ëmbëlsirat industrial, pijet me gaz, të gjitha që kanë sheqer, pijet energjike, të gjitha, çfarë, bukrat e tjera, pastaj edhe ushqimet që janë të fast foodeve apo të skuqurat, ushqimet e rafinuara, vajrat e rafinuara, margarinat, mishrat e përpunuar.
proshutat industriale e tjera. Pra gjithë ushqimi përpunuar, ushqimi industrial dhe me aditiv dhe me ngjyrosës. Do të ndërprerë një herë ushqimi për mos të rritur nivelin e tumorit, se tumori do furnizohet. Do furnizohet nga do tumori dhe ushqim të mirë të edhështi. Tu nuk përfshin frutat, Altina, se mund të pyesi njerëzit që janë të ëmbla. Jo, një pjesë e tyre jo, po një pjesë po varet. Lëngjet bëjnë përjashtim, po frutat jo. Pra lëngjet nuk duhen konsuar më shumë lëngje jeshile dhe në një kombinim. Rregulli numër 3, furnizoni trupin tuaj me antioksidantë. Sepse në niveli i stresit oksidativ që ka një person, antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira që dëmtojnë qelizat tona të shëndetshme. Në qoftë se dëmtojnë, ja një minutë. Në qoftë se du të flasim për grupet një, pastaj po deshe i ndajmë se mbas emisionin mi ikim minutat edhe prandaj. Po ku gjem, aty them grupet njerë. Antioksidantët njerëzit i gjejnë, i kërkojnë të lidhen se në një emision du të bëni 2-3 orë një emision, unë kam bajt një seminar 6 orë gjysmë për këtë që du të them sot. Tani unë se bëni do të për 6. Okej, mi vazhdojmë me kategoritë, antioksidantë që mos marrim minuta. Atëherë antioksidantët që të mbrojnë qelizat nga mosdëmtimi, të mbrojnë ADN-n, se është shumë e rëndësishme, të mbrojnë membranat qelizore, të mbështesin sistemin imunitar. Me që doni emra janë boronica, luleshtrydhja, shega, rushizi, rushikuq, domatja, brokoli, lulelakra, gjithë to që kanë sulforan, hudhra, qepekuqe, erzat e tjere. Po i themi, me që deshe emra. Rregulli numër 3. Jo, nuk dua unë Altin, po duan njerëzit i duan më praktike me emra që dinë çfarë të konsumojnë, nëse jo të gjithë e njohin termat shkencore. Ta bëjtë detajuar. Siguroni sa më shumë minerale për trupin tuaj. Rregulli 3 apo 4, se s'po e mbaj mend. 3 më duhet. Rrisni sa më shumë nivelin e mineraleve, sepse mineralet janë shkëndijat elektrike të organizmit. Pa to qelizat nuk funksionojnë të nderuar. Në qoftë se nuk merrni sasi të lartë mineralesh, trupi në momentin e tërmetit ka nevojë për minerale. Në momentin e tumoreve ne kemi nevojë për shumë minerale, sepse që nga magnezi, që nga zinku, që nga seleni, sepse bëjnë relaksimin e muskujve, prodhim të energjisë, funksionin e sistemit imunitar, rrisin nivelin e sistemit, rrisin imunitetin dhe bëjnë dhe shërimin dhe rikuperimin qelizor dhe të indeve, edhe të element të tjerë. Duke konsumuar farakumulli, këto yndyrna të shëndetshme, vezë ndoshta, bishtajoret, arat, farat, vajnë e ullirit e tjerë, që hynë të yndyrat e shëndetshme faktikisht. Në rregulli 4 është mos neglizhoni të merrni nivele vitaminash në mënyrë natyrale, sepse i gjithë procesi jonë biologjik ka një menaxher dhe menaxherët e proceseve biologjike janë vitaminat. Kush i ka studiuar mirë shkencën e të ushqyrit në detaje kupton, vitaminat janë menaxherët e proceseve biologjike. Ato nuk mund t'japin energji direkt, po pa to nuk prodhohet energji. Ta hiqni nga mendja. Në qoftë se s'merrni vitamina nga perimet e frutat, energji nuk mundet prodhohet. Bëni çfarë doni, edhe çfarë, prandaj shiten shumë kështu vitamina në mënyrë suplementare, po unë them t'i marrë në mënyrë natyrale, ndoshta suplementare me koordinime dhe me njerëzit e mjekësisë, shkencës apo nutricionit. Sidomos vitaminën C, vitaminën D, vitaminën E, vitaminën B, kompleksin që bëjnë prodhimin e energjisë, sistemit nervor, riparimet qelizore që thamë atje. Rregulli numër 5. Konsumoni sa më shumë yndyrna të shëndetshme, sepse janë pjesa e shërimit. Në fakt, qelizat nuk jetojnë pa yndyrna. Që të ndërtojnë membranat qelizore, të ndihmojnë absorbimi këtyre vitaminave që ne thamë, të mbështetet sistemi trurit, të ndërpritet niveli i sistemit inflamacionit, të ndihmohet kontrolli i këtij inflamacioni, duhet konsumuar vaj i ullirit, vaj i lirit, avokado ose vajrat e tyre, gjalpi bajameve ose arave, arat vet, farat e lirit, farat e qias, këtë vajin e peshkut, peshk të yndyrshëm, një nga rregullat e tjera, proteina, por me kujdes. Proteina, por me kujdes. Pse? Sepse pacientët humbin shumë muskuj dhe masë muskulore gjatë që bie në peshë. Dhe patjetër duhet që të riparohen dhe indet, dhe maska muskulore, dhe rikuperimi tyre. Dhe konsumimi mishit të freskët, jo mish ferme, më mirë pak apo lëngut mishit, kolagjenit pastër që ne po themi, peshkut freskët, sidomos peshkut vogël. Konsumim pasaj edhe të proteinat që ne marrim dhe nga fasulja dhe tjersa, po edhe të mishit, por jo në sasi gjithmonë. Një rregull tjetër është ushqie sa më shumë mikrobiomën. Mikrobiome është kryesorja, me anë të fibrave, me anë të kefirit që unë prapë kam sot tu para jush, nëpërmjet kosit, nëpërmjet probiotikëve, nëpërmjet të shërës, nëpërmjet perimeve farave, pra duhet të fuqizuar dhe ujitur mikrobioma. Një rregull tjetër është konsumimi sa më i lartë i ujit të pastër. Dhe shpesh her pas here ujë alkain për funksionimin e zorës, transportimin e lëndëve ushqyese edhe rrjedhshmërinë e saj. Një rregull tjetër është që konsumimi sa më shumë i suprave, sidomos supës me perime në kuptimin
kungulli i kuq, gjingjeri, mentja, karota, patate kuqe. Antiinflamator të shkëlqyshëm me lëngun e mishit. Dhe duke hedhë dhe ment ose borzilok dhe ndoshta fara sipër. Nga ana tjetër, kujdesi madh është për mendjen. Nuk ushqet vetëm trupi, duhet gjumi, duhet lëvizja, qetësia emocionale, përdorimi i vajrave esencial që të rregullohet, dushet e shpeshta, rregullimi i frymarrjes, dalja në natyrë, mbështetja sociale që ndikon jashtëzakonisht shumë. Në ana tjetër, lëngjet e jeshile, të cilët kanë nivele të lartë klorofili, siç është kastraveci i gërshetuar me spinaq, me pak manganoz, me një mollë jeshile, me pak lëng limoni, Kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër se kanë dhe vitaminë C, kalium, magnez, marrin veti të lartë antioksidantësh në këtë rast. Nga ana tjetër, një lëng tjetër antiinflamator është lakra e shtyllur përsëri kastraveci, karota, selinoja, gjingjeri freskët, pak limon, që është shumë e mirë edhe në këtë rast. Pra, të përdoret lëngu i brokolit, sepse ka sulforan, që është nga antiinflamatorët të fuqishëm. Të përdoret kurkumina, të përdoren farat e finokut, pra kurkuma, të përdoret gjingjeri, të përdoret sulforani, të përdoret glutamina, të përdoret niveli disa probiotikëve shtesë në pjesën e këtyre elementëve. Dhe nga ana tjetër, aktiviteti fizik. Pa një aktivitet fizik, nuk mundet, pra jo të bëjmë një, po themi, një stërvitje ekstreme, por është pjesë e trajtimit, jo thjesht një zgjedhje. Studimet kanë parë që persona që merren me aktivitet fizik kujtojnë se i kanë një probabilitet për ta mundur ose luftuar tumorin më shumë se sa të tjerët që rinë vegetativ, po themi. Prandaj duhet bëjmë lëvizje inteligjente që qarkullimi të përmirësohet, të rritet oksigjenimi në rinde, të rritet niveli i sistemit imunitar, sepse kur bëjmë stërvitje, aktivizohet edhe autofagjia, duhet ta kuptojmë, kur bëjmë në aktivitet. Gjumi ka për të përmirësuar, humori ka për të përmirësuar, të rritet niveli i dopaminës, të bjerë lodhja kronike nga stresi dhe kështu kanë për të zvogluar. Dhe mos harrojmë një pjesë të disa suplementeve që në kujdesin holistik naturopatik duhet të komunikojmë, siç tash sulforani, kurkuma, tamirindi, kërpurdhat medicinale, glutamina e të tjera, po kjo duhet pasaj në mënyrë specifike dhe të detajluar në protokolle personale. Ka metabolizëm ndryshëm. Në një stad më të lartë ka vështirësi të tjera e shumë elemente të tjera. Absolutisht, është komplet ndryshe. Mirë, kjo ishte pra panorama e plot. Po t'i detajojmë këto tani më tepër, tani t'i detajojmë një nga një dhe t'i zbërthejmë të gjitha, pastaj të 10 pikat, 12 pik, 11 pika sa tash. Do na duheshin më shumë se 6 orë, kam përshtypjen për të ndarë, kështu që besoj një informacion i përgjithshëm dhe ju e thatë që personat të cilët e vuajnë këtë sëmundje ose janë në trajtim për ta luftuar atë, duhet të komunikojnë patjetër me specialistin. Tani, do bëjmë një pauzë, reklama dhe do të rikthehemi për të folur për shalqinin, vlerat e tij. Faleminderit. Ja ku i rikthehemi në pjesën e dytë të bisedës me Altin Jokën, flasim tani për shalqinin, këtë frut të stinës, për të mësuar më shumë për vlerat e tij edhe padyshim për të treguar diçka më tepër për përzgjedhjen e duhur, pa pesticide, me radhë, dhe kush nuk duhet ta konsumojë ose ta teprojë me konsumimin e shalqinit. Përshëndet dhe një Altin. Përshëndetje me gjithë dorën, përshëndetje me çdo herë, përshëndetje. Kemi edhe një herë, po bëm një shkëputje dhe mund të ketë shumë njerëz që s'na kanë ndjekur në pjesën e parë. Kjo ishte ideja që ju falenderoj është në formë mirësjellje ndaj teje dhe respekt për publikun. Ju falenderoj shumë. Si që kemi tradit tashmë zgjedhim fruta, perime të stinës për të folur për vlerat e tyre, sot kemi zgjedhur të flasim për shalqinin. Një përmbledhje për vlerat e shalqinit, përveç se dim që na hidraton shumë tani në verë. Po, është hidratues, sepse faktikisht fruti i verës më i miri që jo vetëm i verës, por në përgjithësi fruti që hidraton më mirë, që freskon dhe mbron një pjesë të organizmit, patjetër që është shalqiu, sidomos në këtë kohë. Prandaj edhe Zoti e ka sjellë në verë. Po t'i bëjmë një analizë të plot shalqiut si një produkt, si një frut, duhet të kuptojmë që ka rreth 90 deri 93-94% është ndërtuar nga uji. Prandaj dhe është nga më hidratuese në botë. Ka nivele të karbohidrateve mirë diku 6-7 gram për 100 gram produkt, ka pak fibra, ka pak proteina, ka pak yndyrna madje, por baza kryesore të janë aminoacidet, mineralet dhe vitaminat. Aminoacidet më të rëndësishme që janë gjetur në shalqi, baza është citrulina. Citrulina prandaj dhe quhet ndonjëherë Viagra natyrale, sepse rregullon qarkullimin e gjakut, bën prodhimin e oksidit nitrik, dhe oksidi nitrik do bëjë relaksimin e enëve të gjakut.
pra shumë e mirë për njerëzit që kanë probleme me stresin apo dhe me problemet e zemrës, dhe patjetër ndikon dhe te performanca fizike. Aminoacid tjetër është arginina, që formohet pjesërisht nga citrulina. Pra, arginina në përgjithësi është citrulina, pa citrulin nuk mund të marrë pjesë. Edhe kjo ndihmon zemrën, qarkullimin dhe sistemin imunitar. Kemi antioksidant si likopeni, ai pigmenti kuq që ne e shohim te shalqiu, që është një antioksidant më të fuqishëm që ne kemi, që bën mbrojtjen qelizore, bën mbrojtjen nga stresi oksidativ dhe është patjetër dhe një antitumorial. Kemi beta-karotenin, pra atë mund të themi vitaminën A ose pararensin e vitaminës A, që është shumë mirë për lëkurën, syt e të tjerat. Kemi kurkubitën, e cila është një përbërës natyral që sot po studiohet shumë nga shkenca mjekësore për vetit e saj biologjike mbrojtëse për disa nga sëmundjet më të rëndja dhe sistemit autoimun. Kemi pastaj vitaminën C, kemi vitaminën A, pra atë që ne tham, vitaminën B1, B3, kemi B5, B9, B6, pra folatet, kemi vitaminën E, kemi dhe minerale si kaliumi, magnezi, kemi pak hekur, kemi zink, kemi kalcium, kemi mangan, kemi bakër të shalqiu. Pra, në një shalqi ne kemi gjithë to element, pra ku konsumojmë disa feta shalqi, nuk po konsumojmë thjesht vetëm një hidratin, por marrim gjithë to vlerat që unë thash. Nga ana tjetër, shalqiu ka dhe farat. Dhe farat përmbajnë nivele të larta të proteinave, të magnezit, zinkut, bakrit, fosforit, kaliumit. Duhen konsumuar pra farat? Se dikur na kanë thënë që jo se ju bllokojnë urinë, qeskën, teoritë të tilla mitesh. Në qoftë se ka sasi shumë të lartë e fara është mirë është jo, sidomos te fëmijët, por edhe te moksha të mëdha, po edhe para arsye të mbytjes. Por jo. Mos harrojmë që te farat e shalqiut është gjetur dhe acide yndyrore të omegës 6. Janë gjetur dhe acide monotpangopura, janë gjetur dhe fitosterole dhe gjithë minerale që më thash. Dhe janë shumë të mira për parazitët, sepse pastrojnë zorën shumë, rrisin nivelin e fibrave, pastrojnë zorën si një fshes. Nga ana tjetër ndihmon patjetër edhe në situatat e pshikës urinare dhe të veshkave. Sidomos edhe po ti bëjmë në formë çaj, po edhe ti konsumojmë në atë gjë. Pra shalqiu është i mbushur me antioksidant, aminoacide, vitamina, minerale, të cilat e bëjnë një nga ushqimet më të vlefshme të verës për të hidratuar, për qarkullimin e gjakut, për një shëndet më të mirë, për rritjen e energjisë. Bota vini re, konsumimi i shalqiut në vjes të rrit të jep një nivel më të lartë e energjie. Është orë dhe më i përshtatshëm mëngjesi për ta konsumuar? Unë e konsumoj gjithmonë në verën e mëngjes. Sepse gjithmonë mua më ka arritur nivelin e aktivitetit fizik që bëjmë para, edhe një performancë shumë herë më të mirë. Në mëngjes unë ndihem shumë herë më mirë kur konsumoj shalqi, në vap, sidomos në vap. Po ajo mund të konsumohet kurdo, nuk po themi se ka një orë caktuar. Po që në mëngjes që fillohet konsumimi nuk ka asnjë lloj problemi. Mos harrojmë një gjë. Pirja e lëngut të shalqiut, e cila sidomos tek njerëzit që merren me aktivitet të lartë fizik, domethënë punë të rënda, bën uljen e dhimbjeve muskulare, sidomos te atletët. Sepse ka nivel të lartë të citrulinës. Dhe ne dim ku kemi stërvitje dhe punë të rënda, lodhja muskulare është e madhe dhe lëngu i shalqiut duke pasur citrulin bën rikuperimin më të mirë. Kemi një studim te Gazeta e Agrikulturës dhe e Kimisë ndërkombëtare, të cilën raportoi të njerëzit që merreshin me ushtrime kishin një ulje goxhat konstitueshme të dhimbjeve të lodhjes nga konsumimi i lëngut të shalqiut. Shalqini, është e vërtet që ju mbet vlerat Altin kur e vendosim të prerë për disa ditë në frigorifer? Që qëndron aty? Në qoftë se ne e presim sot dhe konsumojmë sot apo nesër, nuk ka ndonjë humbje. Ka një nivel të humbje të vitaminës C, se ajo humbe para, disa antioksidant parët që fillojnë dhe humbin vlerat, dhe ndoshta edhe uljen e shijes, që mund të prishet shumë shpejt. Por element tjetër jo. Pra mund të konsumohet ndoshta edhe të nesër, nuk është problem. Nuk duhet ta flakë. Tjetra, është e vërtet që nuk duhet pirë ujë me njëherë sa po kemi konsumuar shalqi? Në fakt, ndoshta nuk është e nevojshme se shalqini ka edhe vetë ujë, po teoritë. Kam dëgjuar shumë rrallë, sepse kjo është e trashëguar nga shumë kohë më parë, ku njerëzit konsumonin shalqi apo dhe ujë, kishin një lloj fryre në zorë. Por te shumica dërmuese e njerëzve të shëndetshëm, deri tani nuk ka ndonjë provë shkencore që mund të lidhi me ndonjë lloj problemi në zorë apo ndonjë problem në stomak konsumimin e tyre. Tani pse disa njerëz ndihen keq? Po ashtu. Sepse mos harrojmë 1 kilogram shalqi ka afërsisht 2 goda ujë. Pra ju kur të hani 1 kilogram shalqi, që nuk janë pak, nuk po themi për 3-4 feta, po themi ndoshta për 4-5 feta shalqi, që e kthen ose të mëdha,
ose edhe më tepër, për të kthyer në 2 golla ujë. Tani nëse ju do konsumoni 4-5 feta shalqi, patjetër që do ndjeni një rëndes edhe pa konsumuar ujë. Por ky shalqi ka 92% ujë, siç thamë ne, pra ka sasi ujë. Dhe kur një person konsumon këtë sasi dhe kur stomaku mbushet dhe i fusim në nivelin e ujit, do rritet volumi në stomaku do zjerohet më shumë. Dhe çfarë do bëhet? Do filloj të ngadalsohet një tretja përkohësisht, jo përgjithmonë, përkohësisht. Dhe ndoshta do fillojnë pak fryrje dhe mund të jetë një lloj presioni në stomak, ose mund të jetë një lloj pareatie, por jo se është ndonjë problem i madh. Tek njerëz zakonshëm dhe konsumojmë sasi të ulët. Tani nëse ne konsumojmë shumë të lartë, edhe nëse kemi probleme me refluksin apo kemi sindromin e zorës së irrituar apo tretjet ngadalt apo hernia hiatale, atëherë ky është ndonjë problem. Po kjo ka lindur që 250-300 vit para ku njerëzit e konsumonin dhe duke sikur ndiheshin keq. Dhe avinin fajin shalqiu që bën dëm. Në fakt ajo që ndodh është thjesht mbushja e tepërt e stomakut. Supozoni ju po konsumoni 2 pjata me fasule. Po konsumoni edhe bukë, po konsumoni edhe një sallat, po konsumoni edhe një frut më pas. Atëherë patjetër stomaku do ngarkohet. Ktu nuk është faji i fasules, ktu nuk është faji i bukës. Është faji se si i keni rregulluar ju. Nga ana tjetër, kam dëgjuar a ullon uji acidin e stomakut, uja i shalqiut bashkë me këtë ujin? Jo, sepse stomaku ka modalitetet e veta dhe vepron dhe prodhon acidin sipas nevojës. Nuk është kaq i dobët stomaku. Ndryshe do kishin vdekur dhe do ishim gjithë sëmundë në këtë rast. Stomaku fillon përshtatet dhe duhet vetëm të kemi kujdes që duhet konsumuar pak ngadalë, mos konsumohet sasi më njëshme, se sasi dhe mund të hahet. Diabetikët e konsumojnë ose cilët persona nuk duhet të rrezikojnë? Diabetikët edhe kategoritë të tjera? Diabetikët, po, të gjithë kategoritë, çdo lloj kategorie mund ta konsumojnë. Sepse është një sasia e moderuar. Edhe tani varet nga problemi që quani diabetik. Një person që është në fillimet e diabetit apo nuk e ka problem shumë diabetin, një fes shalqi nuk ose 2 copa shalqi, 3 copa shalqi nuk kanë për të sepse vetë niveli glicemis ti është 70. 72 është mesatarja e matur, 70 e ka shalqiu. Ne kemi produkte edhe më të lartë se shalqiu dhe prapë i konsumojmë. Po gjithmonë me masë, çdo gjë duhet të jetë me masë patjetër, edhe në varësi të trupit do të bëjmë pak mjek të vetvetes. Për shembull, babai im që ka qenë me diabet, në përgjithësi e konsumonte shalqiun dhe nuk i jepte asnjë lloj reflektimi. Pra, pieprin dhe shalqiun bashk, konsumonte na një fet na secila në çdo vakt dhe nuk kishte probleme të rritjes së sheqerit në masë atë. Ka njerëz të cilët ndikojnë negativisht. Pra, njeriu duhet të bëhet edhe pak mjek i vetvetes. Po. Problemi tani më i madh është si ta zgjedhim një shalqi të mirë, të pjekur dhe të mos ketë pesticide. Ka do një truk, do një sekret për ta përzgjedhur? Atëre, ne kemi bërë një emision bashkë, unë e kemi shumë gjatë dhe unë nuk do ta ri përsëris, se kohën ndoshta më kemi të shkurtër. Duhet të zgjedhur shalqiu i rënd, mos ketë lëkurë të shndritshme, është gjë më mirë, të ketë një tingull bosh, pra ku tingullohet, ketë tingull bosh, të ketë një njollë të verdh rreth fundit të vet, jo vetëm të fundit, por edhe anash, një njollë të verdh në bersh, që ka nditur në tokë, që është rritur në tokë. Dhe të merret brenda kohës që kemi sezonin më të mirë, pra korrik gushtin që është sezoni më i mirë i pjesës shalqiut. Kështu mund ta shikojë një njeri nga jashtë. Analizat pastaj janë të tjera gjëra. Shumë shalqi janë me probleme pesticidesh, po s'është vetëm problemi pesticidesh, problemi i hormoneve që injektohen në shalqi që ne kemi probleme të mëdha me shalqiun dhe modifikimi që i është bërë shalqiut. Pra ne kemi shumë shalqi sot modifikuar. Prandaj kemi ndoshta edhe këtu problemi dhe hedhjen e lartë plerave, po edhe stimulatorët hormonal të cilët ne po i hedhim shalqi. Ato janë më të rrezikshme nga gjithë drejtimet. Pastaj ne kemi thënë kush është i freskët, kemi futur në një gotë ujë, lëshimin e ngjyrës, lëshimin dhe shpërbërjen e shalqiut, aromën që ai lëshon, sepse ka ca shalqi që mbien një aromë pak më të rëndë, pra e kalojnë aromën e tokës. Atë duhet të kemi kujdes te këto. Pra këto i kemi thënë edhe në një emision tjetër në bashkë, që kemi bërë një emision shumë gjatë, ndoshta mund mos zgjatemi dot kaq se mund të themi shumë detaje, por paktën këto elementet kryesor që duhet kemi. Pa u zgjatur, shalqini apo piepri është më me shumë vlera? Kush qëndron më lart? Po secili ka vlerat e veta, që duhet kuptojmë. Të dy janë fruta fantastike të verës. Problemi është që duhet kemi kujdes kur i lajmë mirë, sepse është gjetur salmonellë të dy, sidomos te piepri. Te lëkura e pieprit është gjetur salmonellë. Në shumë raste piepri i rëndon një person që ka probleme me gastritin dhe me stomakun dhe me zorën. Por duhet kuptojmë, shalqini ka më shumë likopen, ka më shumë citrolin,
ka më shumë efekt hidratues, ka më pak kalori dhe ka më shumë mbështetje për nivelin e qarkullimit gjakut për problemet e zemrës. Piepri ka më shumë nivele të beta-karotenit, pra më shumë nivelet vitaminës A, ka më shumë vitaminë C dhe ka më shumë fibra, pra varet për çfarë do i përdorim, dhe ka më shumë nivele mineralesh. Në qoftë se do i krahasojmë, mund të themi shalqiu është i pari për niveli hidratimi, ndërsa piepri është më i mirë për nivel të disa mineraleve dhe vitaminës A kryesisht. Hidratimi më i mirë është te shalqiu, ndërsa piepri, si tham, fiton në drejtim të vitaminave dhe të nivelit të fibrave dhe të tretjes. Kombinimi të dyave është më i miri nga gjithmonë. Dhe kombinimi të dyave me diçka që e thyer në mes, për shembull, futja këtyre diabetikët që konsumojnë do të konsumojnë këto frutat me arore, me ara, me bajame, me lajthi, sepse niveli i glicemis në gjak rritet më gradualisht nga niveli i lartë i fibrave që përplasen në pjesën e stomakut në treti nga enzimat deri në zor. Pra i konsumojmë. Dhe dyta, mund të konsumohet me diçka për shembull me gjiz, me djath, midis tyre dyave, pra edhe mund të konsumohet. Sa kombinim i shishëm është në fakt, gjithmonë shalqi me djath është një sepse është një balans dhe elektroliteve. Ti merr nivele shumë të larta të kaliumit, dhe merr nivele shumë të larta të natriumit nga kran, ose nivele të pakta të natriumit. Pra bëhet një balancim i mirë natrium, kalium dhe kalcium, të cilët është shumë determinante për problemet e kisteve, për problemet e formimit të kisteve, një nga elementet kryesor, apo formimit të burrave në tënd, apo problemit të rritjes kolesterolit. Ne kemi disa disbalancime në minerale, dhe 3 nga mineralet kryesore ku ne kemi kiste, kemi disbalancim natrium, kalium, kalcium. Kur disbalancojnë to, atëherë bindin ato kiste që ne themi. Nga ana tjetër, në qoftë se do më lejosh vetëm 1 minutë, po mundemi, gjithmonë. Thuhet shpesh që shalqiu nuk duhet konsumuar pas trupit. Trupi jon ka enzima shumë të fuqishme të tretjes dhe nuk bën dallim midis një fruti dhe një ushqimi, sepse shumë restorante kur hahet të sillin edhe shalqiun. Konsumojeni. Në disa video thotë që mos e konsumojmë. Stomaku nuk i ndan sipas rrafteve që duhet ndajmë ushqimet. Tretja nuk fusionon sipas një rendi. Si e mendojmë ne? Ne mendojmë me mendjen tonë, ose shkenca e fiziologjisë moderne tregon se stomaku e përzihen të gjithë përmbajtjen ushqimore në një masë të vetme. Fermentimi ndodh në zorrën e trash, jo në stomak. Miq, jo në stomak. Fermentimi ndodh në zorrën e trash. Shalqiri tretet në stomak dhe në zorrën e hollë. Fruktoza nuk fermentohet atje. Përveç në rastin e fruktozës që ne nuk e absorbojmë dot mirë nga problemet e zorrës së hollë, që prek edhe një pjesë të popullsisë. Por prandaj nuk duhet të kemi problem. Shalqiri tretet shpejt dhe nuk mundet të ndej i keq në stomak dhe të krijojë probleme në stomak dhe mund të sjellë kalbje në stomak. Kjo është një lloj një mit, por njerëzit me IBS, me SIBO, me disbios duhet të kenë kujdes pas ushqimit që mund mos e konsumojnë. Por nuk është gjetur asnjë studim lidhje të konsumimit të frutave pas ushqimit që mund të sjellim të, sepse të gjitha të dhënat epimediologjike nuk tregojnë ndalimin e frutave pas buke. Të gjitha kulturat, në Japoni, në Itali, në Turqi, në Mesde, e kanë konsumuar frutën pas ushqimit. Pra, nuk ka asnjë provë shkencore që nuk duhet konsumuar. Ideja që shalqimi fermentohet në stomak pas buke nuk është e mbështetur nga fiziologjia moderne, nuk është e vërtet, është një mit tretet atje, tretet në zor, fillon në zor domethënë, dhe nuk mundet të krijojë probleme sepse stomaku jon e trajton të gjithë ushqimin në një komponent dhe nuk e njeh ti ke futur shalqi apo ke futur lëng pjeshke apo ke futur. Faleminderit Altin, faleminderit për të dyja temat. Dhe ju uroj shëndet. Faleminderit dhe ditë të mbar gjithashtu. Përshëndetemi së bashku, kalofshi ditë të bukur dhe ju shihemi nesër me Reze Dielli.